Përshëndetje miq dhe mikesha. Ja, kur I takuam përsëri për të vazhduar me mësimin e gjuhës italiane, aty ku kishim lënë përgjysmë, që tham që herën tjetër do të marrim një zgjerin fjalori për sa I përket përshkrimit të pamjes fizike, karakterit të një personi. Le të fillojmë pa humbur kohë, sepse do ta them që në fillim që mësimi sot është pak sa I gjatë. Le të fillojmë pra, aspetto fisico. Pra, si mund të themi disa fjalë për sa I përket pamjes fizike, pra, pamjes fizike. Mund të themi që një person është e alto, pra I gjatë, do ta shpjegoj këtu çfarë janë këto A, I, E, që kur të kemi për të shohim më poshtë mos të ngatrohemi. Pra, mund të themi alto, I gjatë, alta, I gjatë. Alti të gjatë, alte të gjata. Pra, është femërore, numri shumës maskullor dhe numri dhe numri shumës femëror. Pra, basso I shkurtër. Dhe themi basso, bassa, bassi, basse. Magro, unë jam duke lexuar tani vetëm në numrin njerëz maskullor dhe të tjerat I bëni vetë. Magro I dobët, grasso I shëndosh, slanciato mesatar, giovane I ri, anziano I vjetër, biondo me flok të verdha, bruno me flok kafe, castano dhe castano janë flokët kafe, carino I lezeqëm, brutto I shëmtuar dhe elegante.